Europa përjetoi në vitin 2025 sezonin e saj më të rëndë të zjarreve në natyrë sipas vlerësimeve të para të Shërbimit Evropian të Informacionit për Zjarret Pyjore, që konfirmon kështu një trend alarmues të sezoneve gjithmonë edhe më të gjata dhe më shkatruese. Të dhënat zyrtare tregojnë se zjarret në kontinent po bëhen më të shpeshta, më intensive dhe më të vështira për të menaxhuar. Sipas shifrave paraprake, sipërfaqja e djegur në vitin 2025 pritet të kapërcejë çdo rekord të regjistruar që prej vitit 2006, kur ky organizim nisi gërmullimin sistematik të dhënave. Viti 2024 shënoi gjithashtu një numër rekord zjarresh me 8343 raste të raportuara, 4 fish më shumë se mesatarja afatgjate. Më të goditurat ishin Bullgaria, Greqia, Italia, Portugalia dhe Spanja, me një total për rreth 334.940 hektar të djegur. Ndër vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian që marrin pjesë në mekanizmin evropian të mbrojtjes civile, Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Turqia dhe Ukraina pësuan dëme të mëdha. Ky organizim paralajmëron se modelet e zjarreve në Europë transformohen në mënyrë dramatike. Shpeshtësia dhe intensiteti i lartë i zjarreve së bashku me zgjatjen e sezonit të tyre kanë vendosur një presion të paprecedent mbi shërbimet zjarrfikse në gjithë kontinentin. Zyrtarët e Bashkimit Evropian theksojnë se përveç forcimit të kapaciteteve të shuarjes së zjarreve, prioritet mbeten masat parandaluese, menaxhimi integruar i zjarreve, zgjidhjet e bazuara në natyrë dhe përmirësimi i menaxhimit të ekosistemeve.